Rruga kombëtare në segmentin Librazhd-Pogradec do të vijojë të jetë e bllokuar edhe për 24 orët e ardhshme. Një parashikim optimist, por edhe realist, do thoya që është mesdita e ditës së nesërme, pra ditës së hënë. Drejtori i autoritetit rrugor shpjegoi se po punohet për hapjen e një bypassi i cili do të bëjë të mundur shmangjen në vijim të segmentit të dëmtuar, edhe të urës që sipas tij ka dalë jashtë funksionit. Ura që e thamë edhe dje është e vitit 97, me dëmtimet që ajo ka pësuar këto ditë, praktikisht do thoya që është degraduar dhe jashtë funksione. Prokuroria e Elbasanit njoftoi gjatë ditës nisjen e hetimeve për dëmtimet që kanë sjellë bllokimin tërësor të qarkullimit në aksin rrugor Librazhd-Pogradec. Ky procedim penal është regjistruar për veprat penale shpërdorimit detyrës, shkelje e barazisë në tendera apo ankande publike, shkatrimi rrugës, ndotja e ajrit apo tokës. Drejtori i RSH-s tha se nuk kishte djeni për hetimet. Për ne si institucion është e rëndësishme që janë të pajisura me lejet përkatëse të gjitha punimet që zhvillohen në këtë segment. Dhe do doja të thoya që këtu gjithsesi në ky segment ose më saktë gjithë korridori 8 parashikon edhe mbrojtje lumore. Pra nuk jam në gjendje të jap një përgjigje lidhur me hetimin e prokurorisë, pasi nuk kam djeni, por për ne si institucion është shumë e rëndësishme që kontraktori është i pajisur me gjitha lejet për punimet që po zhvillon. Sipas tij, shkaqet e dëmtimit lidhen me rreshjet e shumta në zonë. Sikur më parë ne gjendemi në rreth 3 muaj pa ndërprerje shihesh. Kjo është shkaktuar këtë erozion të vazhdueshëm që është edhe rasti sotshëm. Ai shpjegoi se për zgjidhjen përfundimtare të situatës priten të dhëna nga shërbimi gjeologjik dhe matjet e tyre në terren. Drejtori Kozeli hodhi poshtë dyshimet sipas të cilave dëmtimi mund të jetë si pasojë e gërmimeve në shtratin e lumit nga një kompani inertesh. Ai tha se kompania ka leje dhe dokumentacion të rregullt. Ka pasur një kontroll nga IKMT-ja dhe mund t'ju them dhe t'ju konfirmoj live që koordinatët janë sakta, lejet janë të miratuara dhe gjithë dokumentacioni është i rregullt nga ana e kontraktorit. Situata ka krijuar panik dhe për banorët e zonës, të cilët i friksohen edhe dëmtimit të banesave. Pesha që ashtu ka ikur plasë rrugën, do na ikin shtëpiat, na rrezikojnë shtëpiat. Aksi Librazhd-Pogradec u bë i pakalueshëm edhe në fillim të shkurtit, afro 2 kilometra distancë nga zona e dëmtuar këtë fundjavë, ku pati rrëshqitje të shkëmbimeve masiv dhe dherave, që dyshohet se ndodhen si pasojë e punimeve që po zhvillohen në pjesën e sipërme të këtij aksi për zgjerimin e rrugës Elbasan-Qafthan.